Lere thot të vritet, pse e shpëton thot, po nuk vrau veten, vret tjerë. Në një video ku kam fol, pra dhe kam këshilluar dikënd që mos ta merrte hapin e vetvrasjes, më thot lere të vritet. Islami më mëson se jeta është e çmuar. Jetën na e ka falë Allahu i lartësuar dhe vetëm ai e merr. Islami më mëson se kush shpëton një jetë është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Kjo fe më mëson se nëse shikoj dikënd, pra do ta marr këtë hap, me e këshillu, me e ndalu, me u mundu, me e pengu, mos ta bëj këtë gjë. Profeti alayhi salam na porosit në hadith se kush shikon një të keqe le ta ndaloj. Kështu kuptohet prej hadithit. Dhe në momentin që dikush kërkon një këshill ose e shikoj që po e bën një gabim, unë kam detyrë fetare me e këshillu. Dhe patjetër jeta na ka falë Zoti i gjithësisë. Dhe ne duhet të jemi prej atyre që kontribojmë të ruhet jeta. Vetvrasja është prej mëkateve më të mëdha. Allahu na rujt, Zoti na rujt. E për sa i përket çështjes që po nuk vrau veten, thot vret tjerë, kjo është mendim pra të cilin e nxit e cyt shejtani. Se përndryshe ka shumë njerëz të cilët ndoshta e kanë menduar vetvrasjen. Dhe elhamdulillah sot kanë ndryshuar mendje. Kanë kalu një periudhë, një kohë ku kanë pas një ngushtit, një moment vështirë. Më pas, elhamdulillah, dikush mund t'jetë bërë shkak që ata mos ta marrin atë vendim të keq, dhe sot jetojnë, janë të lumtur, vazhdojnë jetën e tyre. Kështu që lumë për atë njeri i cili bëhet shkak me i shpëtu të tjerët. Prandaj, edhe unë ty dhe çdo njërin e ftoj që t'u gjindemi njerëzve pranë, sidomos atyre që janë në vështirësi. Dhe Islami është fe që më mëson t'i ndihmoj të tjerët dhe t'i ndaloj nga e keqja.